Takimi në mes tyre doli të jetë mjaft i frytshëm. Liderët e partive politike thanë se u morën vesh për çështje mjaft të rëndësishme që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. Ojdia u tha se u arrit për zonat zgjedhore. Është një pajtueshmëri parimore që të shkohet me një zonë elektorale në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, ndërsa ka mbetur të diskutohet për listat e hapura apo të mbyllura, për pragun zgjedhor, për ulëse të rezervuar për komunitetet. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike nuk përjashtoi mundësinë që zgjedhjet të mbahen këtë vit. Tash po bëjmë përpjekje që ti përfundojmë ligjin zgjedhor. Me ligj është e paraparë që 6 muaj pasi ta aprovoj kuvendi ndryshimet e ligjit zgjedhor mund të shpallën zgjedhjet. Ajo është çështje pastaj e vullnetit të Kuvendit Republikës Kosovës, por unë mendoj se themi zgjedhjet mund të bahen në fund këtij viti ose mund të bahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Ndërsa më e rëndësishmja sipas liderit të AKR-s Bexhet Pacolli është se zgjedhjet e ardhshme do të mbahen me ligj të ri. Jo mi bindur se secili këtu është i vetëdijshëm se duhet ndrohet ligji zgjedhor, reformat duhet shkojnë përpara dhe kjo do të ndodhë. Si dhe në çfarë mënyre, siç e tha kryeministri. Në këtë takim nuk kanë marrë pjesë përfaqësues televizjes Vetëvendosje, shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Visari Meri tha se nuk ka pasur ftesë.